Radio Maria, pjesëri Krishtë në shtëpinë tënde. Radio Maria, Kosovë. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Ju flet Pater Lorenci, frati i Gjakovës. Ky është emisioni i 17 në lidhje me jubileun e madh franceskan të 800 vjetorit të vdekjes së Shën Franceskut të Asizit, i cili vdiq në vitin 1226. Herën e kaluar kemi filluar të flasim për shpirtërinë franceskane. Kemi theksuar se përshpirtëria franceskane është para se gjithash përshpirtëri e krishter dhe katolike. Pastaj kemi thënë se cilësitë franceskane të përshpirtërisë, cilësitë specifike të përshpirtërisë franceskane janë kristocentrizmi, varfëria ungjillore, vllazëria dhe bashkësia, dashuria ndaj krijesave të Zotit, thjeshtësia dhe gëzimi, dhe më në fund apostolimi dhe afërsia me njeriun. Sot një javë kemi folur vetëm për kristocentrizmin e përshpirtërisë franceskane. E sot do të themi diçka më shumë për cilësi tjera që e karakterizojnë urdhrin franceskan apo përshpirtërinë franceskane. Një prej cilësive pra të përshpirtërisë franceskane është varfëria ungjillore. Të gjithë rregulltarët e botës kanë së paku 3 kushte klasike rregulltare: dëgjesën, pastërtinë dhe varfërinë. Disa urdhra apo kongregata rregulltare mund të kenë edhe ndonjë kusht tjetër, kushtin e 4, por këto 3 janë të detyrueshme për të gjithë. Kështu për shembull jezuitët, të themeluar nga Shën Ignace Loyola, e kanë si kusht të 4 dëgjesën e veçantë ndaj papës, kështu që papa mund t'i dërgojë në misione kudo në botë. Misionarët e bamirësisë, motrat e Nanës Tereze, e kanë kushtin e 4, shërbimin më të varfërve ndër të varfër. Bijat e dashurisë së krishterë, motrat vincenciane të Shën Vincenz të Paulit, e kanë kushtin e 4, kujdesin e veçantë për të smurë dhe për të varfër. Klerikët rregulltar të Nanës së Hyjtë të Atinët e kanë si kusht të 4 mos të kërkojnë as mos të pranojnë të ardhura fikse të vazhdueshme, por të jetojnë vetëm nga provania e Zotit. Pra e kushtojnë varfërinë radikale. Salesianët e Shën Gjon Boskos nuk kanë kushtin e 4, por megjithatë karakteristika e karizmës së tyre është kujdesi i veçantë për edukimin e rinisë, e sidomos të varfërve dhe të braktisurve. Po ashtu edhe një nga karakteristikat më të njohura franceskane është varfëria radikale ungjillore. Nuk është ky kushti 4, por kërkesë e veçantë të Shën Franceskut dhe e rregullës dhe të urdhrit të tij që të mos kenë asnjë pronë private personale. Gjithçka ka si pronë bashkësia, ku vendi, provinca, urdhri e më në fund selia e shenjtë, do me thënë kisha në tërësi, e jo frati individ. Për Shën Franceskun, varfëria ungjillore rregulltare nuk është skamja apo mjerimi në pikpamje ekonomike, apo mungesë buke, veshmbathje e tjera. Por varfëria franceskane është liri nga pronësia, liri nga sklavëria ndaj gjërave materiale.
Varfëria rregulltare është mbështetja e plotë në Zotin, në provaninë e Tij. Është solidaritet me më të varfrit. Varfëria nuk është skamje për shkak të fatit të keq dhe të mungesës së pashmangshme të mirave të dëshirueshme, të nevojshme, e sidomos jo të domosdoshme, por vetë përmbajtje, solidaritet dhe varfëri vullnetare e bazuar në dashuri ndaj Zotit dhe ndaj të varfërve. Është liri nga varësia për të qenë të lirë për Zotin dhe për njerëzit. Varfëria ungjillore e Shën Franceskut dhe të franceskanëve bazohet në fjalën e Jezu Krishtit, ljumë skamnorët në shpirt, sepse e tyre është mbretëria qiellorëve. Më në fund, varfëria ungjillore franceskane është përpjekja e tyre rreth përngjasimit sa më të përsosur me Jezu Krishtin, i cili edhe pse me natyrë hyj, barazin e vetë me të nuk e çmoi si një visar që s'mundet pa të, por ja mohoi vetvetes, e mori natyrën e shërbëtorit dhe u bë ngjashëm me njerëz. Pra u bë varfër për dashuri ndaj nesh, për shëlbimin tonë. Shën Bonaventura shkruan për Shën Franceskun: i varfri i Krishtit nuk kishte gjatë tjetër përveç 2 monedha të vogla, që të mund t'i falte me bujari të madhe. E para ishte trupi, e dyta shpirti. Kështu pra, për dashuritë e Krishtit, ja kushtonte vazhdimisht hyjt, pasi po thuaj në çdo çast e flionte trupin me reptësinë e agjerimit dhe shpirtin me flakën e dëshirës. Trupi i tij si fli e flijuar përjashta në tremën e tempullit, e shpirti i tij si tamjan i përhapur brenda tempullit. Ati i lumë i mësonte fretërit të kërkonin të librat jo vlerën materiale, por dëshminë e Zotit, jo bukurinë, por dobin shpirtërore. Dhe deshi që ata të mbanin pak libra dhe t'i kishin të përbashkëta në dispozicion të vëllezërve që kishin nevojë për to. Pra as libra frati nuk kishte privatisht, sidomos në atë kohë kur librat ishin shumë të shtrenjtë. Në shtroja dhe në shtretër, varfëria ishte kaq e madhe sa që nëse dikush mund të shtrenjte mbi kasht ndonjë reck, e konsideronte si një shtrat martesor, thot Shën Bonaventura. I mësonte fretërit të përgatitnin banesa të ngushta dhe të varfra, kasole prej druri e jo prej guri, me ndërtim të thjesht, dhe jo vetëm i urente shtëpi të rehatshme, por i urente orendi të bollshme dhe që kërkohen shumë. Nuk i pëlqente që në tryezat e bukës dhe të korrendite kishte aromë modaliteti, me qëllim që çdo gjë të kishte aromë varfërie dhe të tregonte se jemi shtetar dhe të mërguar. Shumë shpesh i lumi Francesk u thoshte këto fjalë vëllezërve të vetë: s'kam qenë kur hajdut lëmoshësh, për t'i lypur dhe përdorur ato më tepër se sa kisha nevojë. Gjithmonë merja më pak se sa më duhej, me qëllim që të varfrit të tjerë të mos mbeteshin pa pjesën e tyre, pasi të bëhesh të kundërtën do të ishte të vjedhësh. Prandaj franceskan tradicionalisht jetojnë thjesht, pa prona private, duke theksuar vëllazërinë dhe bashkëndarjen e të mirave të përbashkëta. Cilësia e tretë e përshpirtërisë franceskane është vëllazëria dhe bashkësia. Urdhri franceskan nuk është themeluar si një institucion hierarkik, por si një vëllazëri, latinisht quhet fraternitas. Vëllazëria i ka 2 dimensione:
dimensionin vertikal dhe atë horizontal. Dimensioni vertikal i vllazërisë thekson se të gjithë ne kemi një atë qiellor. Në këtë pikpamje në qendër të vëmendjes se vllazërisë është ati qiellor e jo njeriu. Dimensioni horizontal na përkujton se të gjithë ne njerëzit e jo vetëm rregulltarët jemi vëllezër e motra, pas jemi fëmijët e një ati qiellor. Marrëdhënia midis vëllezërve dhe motrave duhet të jetë e thjeshtë, e sinqertë, spontane dhe e barabartë. Në vllazëri, më rëndësi është shërbimi, jo pushteti. Nuk ka rëndësi aq se kush është guardian e kush provincial, por si mund t'i ndihmojmë ne njëri tjetrit, si mund t'i shërbejmë. Shën Francesku donte që vëllezërit jo vetëm të quhen, por me të vërtetë të jenë vëllezër më të vegjël, fratres minores. Jo vëllezër të vegjël, por vëllezër më të vegjël se të tjerët. Vllazëria fillon në atë moment kur unë e frenoj vetveten dhe nuk gjykoj më, por filloj ta kuptoj të afërmin. Në atë moment kur unë nuk shikoj më dobësinë të tjerëve, por mësoj të shikoj Krishtin në vllaun tim. Ky është qëndrim karakteristik për besimtarin e mirë të krishter, prandaj edhe për rregulltarin franceskan. Në lidhje me dashurinë vllazërore, Shën Francesku në këshillet e veta na mëson: lumë shërbëtori që është i gatshëm ta duaj vllajën e vet kur ky është i smur dhe nuk mund t'ia kthej shërbimin, po aq sa e don kur është i shënosh dhe mund t'ia kthej. E po ashtu, lumë shërbëtori që do ta donte dhe do t'i friksoj shumë vllajt të vet kur ai të ishte larg tij, sikur të ishte pranë tij, e nuk do t'i thoshte pas shpine asgjë që me dashuri nuk e thot në praninë e tij. Disa tradita të bukura thonë se Shën Francesku thoshte edhe këtë fjalë: nëse nana aq fort e don dhe kujdeset për të birin e vet, trupor, sa më shumë duhet ta duam dhe të kujdesemi ne për vllajën ton shpirtëror. Nana kujdeset shumë për birin e vet trupor, shumë më tepër duhet të kujdeset vllai për vllaun e vet shpirtëror. Bashkësia, franceskant pasi janë vëllezër e motra, nuk jetojnë të izoluar, por në bashkësi. Secili individ e plotson dhe e pasuron bashkësinë, e bashkësia e siguron, e përkrah dhe e korrigjon individin. Bashkësia e garanton kontinuitetin e karizmës, vazhdimsinë e të mirave të trashëguara dhe realizimin e detyrave të cilat e tejkalojnë individin. Perspektiva franceskane është gjithmonë e përbashkët, kur vetëm individuale. Megjithse ne i kemi edhe shumë përshpirtri personale dhe individuale, ato kur nuk praktikohen vetëm për vetvete, por për krejt bashkësinë rregulltare, për krejt kishën, madje edhe për krejt botën. E kjo shumë e pasuron përshpirtrinë tonë franceskane dhe e plotësinë dhe shtrirje të pa imagjinueshme në të gjitha shtresat shoqërore në krejt botën. Një dimension i veçantë dhe shumë i rëndësishëm i jetës në bashkësi është përfshirja e franceskanëve në tërësinë e kishës katolike. Shën Francesku e donte jo vetëm Krishtin, por edhe kishën e tij. Jo kishën ideale, se ajo nuk ekziston, por kishën reale, të prekshme, njerëzoren, me të gjitha papersosmërit njerëzore që i përfshin një bashkësi e tillë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Ai nuk e shikonte kishën vetëm nga ana e jashtme, por jetonte brenda saj
dhe e rindërtonte si antar i përmjet i saj. Prandaj edhe secili franceskan, klerik e laik apo shekular, merr pjesë në liturgji, lutet dhe ndërmjetëson për të gjithë të tjerët, mbështetet në bashkësinë e ai e mbështet bashkësinë famultare, jep dëshmi feje në botë, e bashkëndan me kishën brengat e saj, i gëzohet rritjes së saj dhe jep kontributin e vet zhvillimit dhe përparimit të saj. E katërta cilësi e përshpirtërisë franceskane është dashuria ndaj krijesave të Zotit. Francesku e sheh krejt botën si krijesë të Zotit dhe si një realitet vllazëror. Të gjitha krijesat janë vëllezër e motra, sepse të gjitha i ka krijuar i njëjti Zot krijues. Kjo shprehet shumë bukur në poemen e tij Kanga e krijesave. Idetë karakteristike që i thekson kjo këngë janë vlla, diell, motër, han. Çdo krijesë është vlla ose motër e jona. Pastaj respekti për natyrën, të gjallë dhe të vdekur. Lavdërimi dhe falënderimi Zotit për krijesat e tij. Për shkak të qëndrimit të tillë ndaj natyrës, Shën Francesku është shpallur pajtor i ekologjisë në nivel botëror. Afërsia franceskane me botën dhe me krijesat. Francesku na mëson ta shohim botën me sy të një vllai e jo të një zotëruesi. Njeriu nuk është pronar i të gjitha krijesave të Zotit, por rojtar dhe kultivues i tyre. Shumë prekës është përshkrimi i mrekullisë që bëri Shën Francesku duke i pajtuar ujkun e tmerrshëm me qytetarët e Gubbjos, të cilëve ujku u kishte bërë shumë dëme edhe në bagti edhe në njerëz. Shën Francesku e bëri besëlidhje ndërmjet tyre, dhe ujku kurrë nuk u bëri asnjë dëm, kurse qytetarët çdo ditë e ushqenin ujkun derisa ai ngordhi nga pleqëria. Po ashtu i bukur është gjesti i tij kur ai i shpëtoi dhe i zbuti turtuj të egër dhe u bëri çedhe pranë banesës së fretërve. Prandaj edhe ne duhet ta respektojmë natyrën, t'i përdorim burimet e të mirave me përgjegjësi, të kujdesemi për të dobtit e të varfrit, madje edhe për kafshët e buta dhe të egra. Ne nuk jemi të caktuar të jemi vëzhgues, por bartës të paqes, mirësisë, butësisë dhe të mirëdashjes. Cilësia e pestë e përshpirtërisë franceskane është thjeshtësia dhe gëzimi. Përshpirtëria franceskane është e gëzueshme dhe e thjeshtë. Çka do të thotë të jetosh thjeshtësinë e zemrës? Shën Francesku na mëson se varfëria nuk është vetëm heqje dorë nga pasuria materiale, por çlirimi i zemrës. Të jetosh thjeshtësinë franceskane do të thotë të grumbullosh më pak, të ndash më shumë, të shqetësohesh më pak, të besosh më shumë, të flasësh më pak, të dëgjosh më shumë, të shikosh më pak veten, të shikosh më shumë vëllezërit dhe motrat në nevojën e tyre. Prandaj përshpirtëria franceskane thekson thjeshtësinë ungjillore, gëzimin në Zotin, spontanitetin në lutje dhe përgjithsisht në jetë. Shpirti i shpresës është dhuratë që duhet t'ia sjellim botës. Në një botë plot frikë, ankth, nxitim dhe lodhje, franceskani dhe nderuesi Shën Franceskut duhet ta përkapë shpresën. Kjo nuk do të thotë se që të mbyllim sytë ndaj kryqeve, por përkundrazi të zbulojmë afërsinë e Zotit në to.
le të jenë fjalët tona inkurajuese, të buta, të durueshme, plot besim. Le të ndjejnë njerëzit që na takojnë, është mirë të jesh me këtë njeri, sepse ai rrezaton paqen. Të jetojmë pra me përvojtri dhe gëzim, me besim në Zotin, në shpirtin e Shën Franceskut, në thjeshtësi, vllazëri dhe mirënjohje. Le të na shoqëroj lutja e Shën Franceskut: O Zot, më baj mjet të paqes sate. Prandaj motoja e jetës sonë le të jetë paqe dhe bjerësi, sepse kjo është përshëndetja tradicionale franceskane dhe qëllimi ka i cili franceskanët shkojnë. Shën Francesku shpesh thoshte se fretërit janë të thirrur të jetojnë gëzimin e përsosur, perfekta Leticia. Gëzimin që nuk varet nga rrethanat politike, ekonomike, shëndetësore e tjera, por vetëm nga vetëdia se kemi një atë të mirë dhe të dashur në qiell, i cili na do si fëmijët e vet. Ky gëzimi i përsosur, nuk është të qeshurit e pavend e njeriu të marrë, por është dëshmi feje, shpresë dhe dashurie ndaj Zotit dhe ndaj të afërmit. Ja se si Shën Francesku e kuptonte gëzimin e përsosur. Biseda e njohur e Shën Franceskut të Asizit mbi gëzimin e përsosur gjendet në librin Fioretti di San Francesco apo Lulet e vogla të Shën Franceskut, kapitulli 8. Ajo përshkruan një dialog midis Shën Franceskut dhe shokut e tij vlla Leonit gjatë një udhëtimi në Dimer. Ja teksti i kësaj bisede. Një ditë në Dimer, Shën Francesku po kthehej me vlla Leonin nga Perugia në Porciuncula, Santa Maria degli Angeli. Ishte shumë ftohtë. Shën Francesku e thiri vlla Leonin e i tha: Vlla Leon, edhe sikur vëllezërit e vegjël të jepnin në mbar botën një shembull të madh shenjtërie dhe shembull të mirë për shpirtëria, shkruaj dhe dije mirë se në këtë nuk është gëzimi i përsosur. Ecën pak më tej dhe Shën Francesku e thiri përsëri: Vlla Leon, edhe sikur një vlla i vogël të dinte të predikonte aq mirë sa të kthente në fe të gjithë jo besimtarët, edhe sikur të dinte të gjitha gjuhët dhe të gjitha shkencët, shkruaj, në këtë nuk është gëzimi i përsosur. Dhe pas pak tha përsëri: edhe sikur një vlla i vogël të bante mrekulli të mëdha, të shëronte të smurët dhe të rinjalltë të vdekurit, shkruaj, në këtë nuk është gëzimi i përsosur. Vlla Leoni i habitur e pyeti më në fund: Vlla Francesk, të lutem, më thuaj, ku është gëzimi i përsosur? Shën Francesku ju përgjigj: kur të arrim në Santa Maria degli Angeli, të lagur nga shiu, të ngrirë nga të ftoftit, të mbuluar me balt e të uritur, dhe të trokasim në portën e kuvendit, e portieri të dal e të na pyes kush jeni ju. Ne t'i themi, jemi 2 nga vëllezërit tuaj, dhe ai të thot, nuk është e vërtetë. Ju nuk jeni fretër, ju jeni 2 mashtrues që ende në përbot, duke mashtruar njerëzit dhe duke vjedhur lëmoshat e të varfërve. Ikni prej këtu. Dhe të mos na hapte derën, por të na lërë jashtë në borë dhe në shi, në të ftoftë dhe në uri derisa të bëhet natë. E nëse atëherë ne e durojmë gjithë këtë fyrje, pa drejtësi dhe refuzim me durim, pa u zemruar dhe pa u ankuar, duke menduar me përvojtri se portieri në njeh vërtet ashtu si që jemi dhe se Zoti e ban të flasë kundër nesh,
Atëherë o vlla Leon, shkruaj se këtu është gëzimi i përsosur. Dhe nëse ne vazhdojmë të trokasim dhe ai del i zemruar na rreh dhe na përzan si njerëz të këqij, nëse ne i durojmë këto me gëzim dhe dashuri për Krishtin, duke marrë pjesë në vojtet e tija, atëherë o vlla Leon, aty është gëzimi i përsosur. Sepse mbi të gjitha dhuratat dhe hiret e Shpirtit Shenjtë, Krishti u jep miqve të vet këte, të mund ta mokojnë vetveten dhe të durojnë për dashurinë e tij fyerjet, mundimet dhe përbuzjet. E tani vlla Leon dëgjoj përfundimin. Mbi të gjitha hiret e dhuratat e Shpirtit të Shenjtë, të cilat Krishti u jep miqve të vet, është kjo: ta perulim vetveten dhe vullnetërisht për hir të Krishtit të durojmë vuajtje, fyrje, sharje dhe shqetësime, pasi në të gjitha dhuratat e tjera të hyjt nuk mund të krenohemi, sepse nuk janë tonat, por të hyjt. Prandaj thot apostulli, çka ke që nuk ke marrë prej Zotit, e nëse ke marrë prej tij, pse krenohesh si të kishe prej vetvetes? Por ne kryqin e mundimit dhe të vujtjes ne mund të krenohemi. Prandaj thot apostulli, sa për mua, mos e thash Zoti të mburem me tjetër send përveç me kryqin e Zotit ton Jezu Krishtit. Për nder e lavdit e Jezu Krishtit dhe të varfanjakut e tij Shën Franceskut. Amen. Pra, gëzimi i përsosur i Shën Franceskut dhe i çdo franceskani të vërtet është ajo që i pëlqen Zotit dhe asgjë tjetër. Cilësia e 6 e përshpejtërisë franceskane është apostolimi dhe afërsia me njerëzit. Që nga fillimi, franceskanët ishin midis njerëzve, jo të izoluar, por shumë familjar si vëllezër, si antar të familjes. Prandaj frati nuk pranon kur titullin zotëri apo zotni, por vlla apo frat, sepse latinisht frat do të thotë vlla. E themi fra Marku, fra Gjoni, fra Pietri, fra Lorenzi, sepse fjala fratër do të thotë vlla. Vetëm meshtarit franceskan mund t'i themi edhe pater, që latinisht do të thotë atë apo bab, për nder të urrit të shenjtë të meshtarisë, por jo zotni apo zotëri, se franceskant nuk janë zotëri. Apostolimi përfshin shpalljen e ungjillit, predikimin, shërbimin ndaj të varfërve, misionet, si edhe çdo lloj pune baritore midis njerëzve. Jemi të ftuar të ungjillëzojmë në botë, në vllazëri, në vogëlsi dhe përvujtëri. Shën Francesku i mëson fretrit e vet që ta dëshmojnë fenë para së gjithash me shembullin e mirë të jetës. E vetëm pastaj, kur shohin se ajo i pëlqen Zotit, edhe me fjalë. Predikimi më i suksesshëm është shembulli i mirë i jetës personale dhe vllazërore. Në rregullin e pavullosur, Shën Francesku i udhëzon fretrit të vet se si të sillen në misione. Dhe shkruan kështu: fretrit që shkojnë mes të pafeve mund të sillen shpirtërisht mes tyre në 2 mënyra. Njëra mënyrë është që të mos grinden as të zihen, por t'i nënshtrohen çdo pushteti njerëzor për arsye të Zotit dhe të dëshmojnë se janë të krishterë. Mënyra tjetër është që kur të shohin se i pëlqen Zotit, të shpallin fjalën e hyjt, që ata të besojnë në hyjën e gjithpushtetshëm, Atin e Birin e Shpirtin Shenjtë, krijuesin e të gjitha gjërave dhe në Birin shëlbues dhe shpëtimtar, dhe të pagëzojnë e të bëhen të krishterë, pasi kush nuk lind me anë të ujit e të shpirtit nuk mund të hyjë në mbretërinë e hyjt.
Këto janë pra cilësitë kryesore të përshpirtërisë franciskane në ndere lavdite hyjtat për shëlbimin e krejt botës dhe për shëntrimin ton personal. Ta ndjekim të gjithë në shembullin e tyre të mirë. Kuptohet se për përshpirtëri franciskane mund të flitet shumë edhe me vite, por nuk arrim deri në fund kur. Duhet t'i lexojmë tekstet e Shën Franceskut dhe tekstet që janë shkruar për Shën Franceskun, shënklarën e franciskan tjerë të shenjtë, e në këtë mënyrë vetë ta thellojmë përshpirtërinë tonë, duke ndjekur edhe përshpirtërinë franciskane. Edhe këtë emision përfundojmë me një lutje të shkurtër. Zoe bekuar, nana e këshillit të mirë, pajtoria e popullit shqiptar, lutu për ne. Mbretëresha e urdhit franceskan, lutu për ne. Shën Franceskë Shënklara, lutuni për ne. Të gjithë shenjtërit e shenjtëreshat të hyjt, lutuni për ne. Zoti qoftë me ju. Ju bekoft, ju ndihmoft e rujt, hyj gjithë pushtetshëm, Ati dhe Biri dhe Shpirti Shenjtë. Amen.